Punëtorëve të Kecit në Ferizaj i është bërë puna e padurueshme nga tensionet dhe shantazhet e vazhdueshme të zyrtarëve të saj. Këto ditë 7 punëtorë të distriktit të Kecit në Ferizaj e kanë lëshuar punën, me arsyetimin se përveç padrejtësive të shumta nga kompania, ata nuk mundën t'i përballojnë as presioneve të punës. Këta punëtorë thonë se trajtimi nga ana e kompanisë nuk ishte as pak i drejtë dhe as profesional. Sipas tyre, ata ditën e nisin me ngarkesë psikike, pasi merrnin urdhrat që t'i kryejnë së paku 45 çkyqje në komunën e Ferizajt, por urdhroheshin që gjithashtu t'i shkelin rregullore duke marrë para në dorë për pagesë nga konsumatorët. Plus nuk e mrin pagesën sa do të mbi 90% dënohesh. Do t'ju keni kusht që të vjedhni më mbledh parët më mbledh por ndryshe dënohesh. Si mbledh parët sa do të, përqindjen sa do të. Merë vrejtje dënim prej udhëheqësisë, prej drejtorave. Presioni mund çdo orë kemi lajmëruar shkyqjen, çdo orë thirr në telefon sa shkyqje i ke bo, çdo orë e shkyqa filan konsumatorin në shtyll apo njësor pavarësisht se ku, mund në fshat me dalë me shkyq 20 konsumator ose në qytet 20 shtylla, 25 shtylla me hyp në qytet është të merë. Të merë në shtyllë, në qytetën asnjë punëtor s'mundet me hyp 25 shkyqje me bon shtyllë. Me kur po, me kompaleca s'ka shkos. Në anën tjetër, zëdhënësi i Kecit, Guri Shkodra, tha se ish të punësuarit në fjalë kanë nënshkruar vullnetarisht marrëveshjen për ndërprerje të punës. Ky vendim për nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje ka qenë tërësisht i paanshëm dhe pa asnjë imponim nga ana e menaxhmentit, ka shkruar në email Guri Shkodra. Edhe pse jo para kamerës, shumica këtyre punëtorëve fajsuan gjithashtu Kecin se gjatë punës në terren në shkyqje nuk i është ofruar kurfar mbrojtje, madje ka raste kur kanë pasur udhëheqësit me vete, ndërsa që pas kërcënimeve të para nga konsumatorët, shefat janë larguar duke i lënë punëtorët të vetëm.